bukë të hanë, nuk ju interesojnë resortet, shqiptarët nuk kanë bukë të hanë. Çfarë përfaqëson kjo protesta për juve sot? Përfaqëson pronat tona që do të ngelen tona. Shqipëria nuk është në shitje dhe çfarë do gjë që është bërë në mënyrë shumë të padrejtë. Shqipëria është e shqiptarëve. Përpos kësaj mendoni se ky zhvillim mund të ketë mund të ofrojë diçka Shqipërisë? Jo, nuk besoj se mund të ofrojë diçka. Shqipëria në këtë moment është e ndarë, është ose luks shumë i madh ose varfëri shumë e madhe dhe nuk ka një midis në këtë rast. Edhe kjo gjendje sipas meje vetëm do ta përkeqësoj situatën. Luksi, bilionerët, shqiptarët nuk kanë bukë të hanë, nuk ju interesojnë resortet, shqiptarët nuk kanë bukë të hanë, nuk ka shëndetësi, nuk kanë mundësi me bërë një pazar normal në supermarkete. Ky resort është prioriteti i fundit i shqiptarëve në këtë moment. Mendoni se protesta jashtë ambasadës shqiptare specifikisht çfarë i ofron, çfarë mesazhi tregon qeverisë shqiptare? Sigurisht tregon që shqiptarët në të gjithë mbar botën e suportojnë atë dheun e tyre dhe nuk tërhiqen për tokën e tyre.